Dhe tani radha është për këngëtarin e mirë njohur, të cilit them ashtu ne nuk po i lëm vend. Mirëmbrëma mentor. Mirëmbrëma. Ka po shkojmë, po takohemi, ç'është kjo punë kështu, kur nuk po rrin të shtëpia. Jam bërë shenja kamerës juve. Ku po jam unë ju, atë? Po na thirr. Ja, ishte para 2 javë, ha? Do më para 2 javë ishme një mbrëmje në Bolleron, Ciri, tash jemi në diskotekën Insomnia në Lozan, kështu që po më vjen mirë pasi ju dilni mi pa shqiptarët që bëhen atmosferë, që bëhen gjona, është mirë për më ju servu popullit këtu që jetojmë na shqiptarët në Zvicër, e në gjithë diasporën që shikojnë këtë program, me pa se si knoshën rinia, si njoftohen, se prej që tu martohen, shtohen dhe bon me fëmijë, me gjithat mira, të më thonë, po më vjen mirë ju që po ja i servoni me shiku një knasi se që abohet në për diskoteka shqiptare. Pa tjetër, pra, duhet ta cek edhe një si Adel mentori. Mentor Kurtishi, pra, është ai i cili më shumë t'i ju ik intervistav. Por, prej se na jemi këtu, jemi kojshi edhe s'kemi me lanë rahat. Për ju që e doni gjithmonë do ta keni në televizionin ton. Është e vërtet, unë edhe tash jo, tha se nuk kam që interviste. S'kemi që kam e vullë që të fjallë që do të jetën private e tregova, dhe me thënë tash kështu që... Edhe me u përshëndet çdo javë banë, pse jo? Jo, është natësi për mu, dhe unë jam i popullit, dhe me thonë, unë për çdo javë jam aktiv, rrapsh 20 vite jam çdo javë aktiv, pa pauza hiç, edhe kështu që jam tankon para popullit, po tash ndoshta pak mos thoj njerëzit që ja pas ka të një shok të fortë aty në televizionin e Juve, ja diçka puna, sepse ki vetëm ke, apo kuptoj? Ne punë kemi dhe nuk është puna vetëm ti, por je një artist mjaft i dashur, edhe doj njerëzit, na s'kemi faj, vlla, ku po shkojmë ti po thirrim. Po, e vërtet është, ftesa kam shumë dhe besoj që keni me mpa shumë shpesh në përmbromje, nëse nisi mi hesi ju mbromjet, keni me mpa mu si cilin vend. Po dhe ne punë kemi këta një farë mënyre. Vjen mirë dhe shumë mirë, dhe më të juroj pat televizionit ju, kam unë një shikueshmëri të madhe, do më thonë një televizion serios, ja vlen tjetë dhe më vjen mirë që jam artist i juaj, i televizionit juaj. Si po ja del që çdo herë kudo që je këndon live, si po ja del mentori. Po unë më shumë lodhem kur më bjetën jarë playback me kënu, me gjithë se vetëm 2 jarë kam kryu jetë ta me playback, e ata kam shku me kënu më një vend, kam mendu që janë është orkestra, kam dalë mbyne, kam pas ka orkestrë, kur gjo, jam detyru me kënu playback, për ndryshe unë jam mësu me live edhe me live e knoqi shpirtin tem, edhe kur e knoqi shpirtin tem, besoj që i knoqi gjithë popullin, edhe ja dalë me shumë vullnet tjetës. Faleminderit shumë edhe njerë që gjete kohë. Nuk po të mundoj ma shumë për shkak se mentori, besoni apo jo, nuk ka shumë minuta që ka dalë edhe prej bines, ndhomën me pushu pak. Falenderës shumë. Falenderit edhe prej teje shumë, gjithat mirat. Falenderë dhe juve, ishtë nëtësi që prapë interesova për juve. Falenderës shumë, respekt për juve. Shumë falenderit.